Përshëndet në armiq, jemi sërish bashkë me 24 sekonda, do të flasim për Superligën, çfarë ka ndodhur këtë javë dhe çfarë pritet këtë fundjavë, sepse kjo është fundjava e fundit e sezonit të rregullt për Superligën e meshkujve, ndërkohë që femrat kanë nisur tashmë gjysmëfinalet dhe për këtë do të flasim në pjesën e dytë. Por fillimisht për meshkujt kemi ftuar sot Endrit Hysenogollin, është lojtari i Tiranës, lojtar kryesor, dhe do ta pyesim pak edhe për ekipin kombëtar që ka vendosur pra këtë sezon ta mbyll me ekipin kombëtar, por më tepër për Tiranën, duke qenë se të shtunën pra keni një ndeshje jashtëzakonisht të fortë me Beslidhjen. Po, është vërtet, kemi ndeshjen kryesore, domethënë mund të them ndeshja më kryesore e sezonit, pasi dy ndeshjet që kishim më përpara i humbëm dhe na ngelet kjo, na mbetet kjo. Për të para do jemi pjesë e play-offit apo jo, sepse siç dihet po e fituam në ndeshjen, automatikisht shkojmë në play-off dhe Shkodra mbetet jashtë pavarësisht rezultatit si të dali do fitojë apo do të humbi. Domethënë gjithçka është në dorën tonë. Okej, edhe dy të ftuarit e mi të përhershëm, Artan Kuqo dhe Ne Andrea. Fillimisht ka një batut para sa të shkojmë tek kronika që lidhet me Superligën. Pra Tirana në ndeshjen e fundit me Beslidhjen, ndeshje si finale, brenda apo jashtë play-offit? Në fakt është për të ardhur keq, domethënë që ta shohësh një Tiranë mbas një kalvari shumë të gjatë të viteve, domethënë ta shohësh jashtë play-offit. Por gjithsesi ky është sporti, edhe ndoshta edhe mundësitë financiare domethënë e bën të pamundur domethënë që të merreshin dy lojtarë, sepse ndoshta mund ta shtjellojmë ndoshta edhe pak më vonë pastaj në bisedë me Agollin për punën e lojtarëve të vendit. Enea, pra, unë Tiranën duhet është kjo alibia? Tiranën duhet ta përgëzoj për frymën e grupit që kanë pas dhe që kanë respektuar shumë fanellën gjithçka me muaj të pa paguar. Kush ka luajtur sport e kupton dhe e di se sa shumë ngarkohesh dhe rëndohesh psikologjikisht. Arriti të rezistonte deri tani, mundet ta kishte siguruar që më parë, po janë ca episode që sporti i njeh dhe shumë si shtate Hysenogollin domethënë që do ta kenë në dorën e tyre ndeshjen, por fati është që janë përballë Beslidhjes, pra ekipit më të mirë në Superligën tonë. Le të japin maksimumin, të përpiqen ta thyen, si thua, Beslidhjen për të siguruar play-offin. Megjithatë, unë si thua, okay, do të pëlqej ta shikoj gjysmë plot. Pra le të përballen fund ditës edhe për play-out me këtë dalje midis Partizanit dhe Elbasanit dhe Tirana të vazhdojë të jetë pjesë e Superligës, pasi mendoj që viti tjetër do të jetë ai që do të tregojë rezultatet. Okej, mirë, do të ndjekim një kronik për Superligën, çfarë ka ndodhur në fundjavën që lan pas, që është java e parafundit dhe çfarë pritet tani për javën e fundit që mbyll për Superligën. Le të ndjekim kronikën dhe sërish në studio bashkë për ta diskutuar. Superliga për meshkuj ka zhvilluar javën e parafundit, ku ndeshja më e veçantë ishte ajo mes Apolonisë dhe Tiranës me fitoren e fjerakëve 104-103 pas 2 kohëve shtesë. Me këtë fitore Apolonia konsolidon vendin e tretë dhe i afrohet Teutës, që mban vendin e dytë, por tashmë mbetet dhe një javë për të mbyllur sezonin e rregullt. Apolonia pati 6 lojtarë që shënuan me 2 shifra dhe u dallua Morris Harris me 25 pikë dhe 15 topë në tabel në 42 minuta aktivizim. Ndërkohë që për Tiranën janë 4 lojtarë që shënuan me mbi 20 pikë dhe Hysenogollin më i dalluari me 28 pikë dhe 14 topë në tabel. Kjo humbje e Tiranës, duke llogaritur që ndeshjen e ardhshme ka me Beslidhjen, e bën që të mendoj edhe për një vend të pestë të mundshëm që e bën të luajë në fazën play-out, ku pritet një me skuadrave Elbasani ose Partizani. Dy humbjet e fundit me Teutën dhe Apolonin, por dhe fitoria me Vllaznin jashtë, kanë ardhur në sekondat e fundit, që tregon një pamundësi për të siguruar rezultatin përgjatë ndeshjes. Beslidhja ndërkohë kthehet tek fitoria, teksa një javë më parë humbi me Vllaznin në kampionat dhe në mesjavë humbi në gjysmëfinalen e Ligës Unike përballë Prishtinës. Fitoria erdhi në Durrës me Teutën 79-99, ku spikati Bernard me 19 pikë. Skuadra lezhjane tashmë udhëheq me 18 fitore dhe një humbje dhe ka siguruar kualifikimin si vendi i parë me 8 fitore më tepër nga vendi i dytë, që është pikërisht Teuta. Nëse play-offi do të niste sot, atëherë Teuta do të gjente përballë Apolonin. Ndërkohë, Vllaznia pas fitores së javës së kaluar me Beslidhjen, fitoi edhe me Kamzën 73-92, ku dallua Walton me 29 pikë dhe 20 topë në tabel.
Jemi sërish në studio, atëre, Kuqo, 3 ndeshjet e fundit të Tiranës, edhe ajo që ka fituar me Vllaznin, po dhe 2 të fundit që i kanë humbur në sekondat fundit, pra me Teutën dhe me Apollonin. Se po i ndodh kjo Tiranës? Tirana tani së fundmi ka marrë dy lojtarë të Amerikanë, por është një problem i madh që ne shpeshherë kemi diskutuar, domethënë që është shumë vështirë që shumë shpejt ata të përshtaten me skuadrën, domethënë kanë shumë probleme. Është ajo që unë shpeshherë kam thënë, ndoshta kemi pasur edhe në qendër të Hysén Agollit gjithmonë që kemi kur është folur për Tiranë dhe për lojtarët, ne gjithmonë kemi ndoshta e kemi dhe tepruar, po duke e përmendur këtë, sepse edhe vetë fakti në këtë ndeshje, për shembull, ishte me 28 pikë, lojtari më shtatlart, më me eksperiencë dhe më i vjetër, edhe pyetja ime është ku janë të rinjt. Ku janë të rinjt, domethënë që ne pretendohet shumë edhe aludohet për mua për lojtarët e huaj, por nuk kemi, sidomos Tirana në përgjithësi, domethënë ne mund të spikasim ndonjë tek tuk, nuk mund të quash një lojtar i ri, po themi 25-26 vjeçar, që është lojtar për të ardhmen, domethënë të rinj dalin shumë shpejt. Për shembull nga brezi Hysén Agollit, unë nuk e di që mund të ketë ndonjë lojtar kaq cilësor, sepse për shembull në mentalitetin tim, lojtari cilësor i vendit, nëse nuk përpiqet që të dalë jashtë kufive të Shqipërisë, akoma nuk ka arritur për mua, për shembull, nivelet e larta që ne pretendojmë për ekipet kombëtare. Kështu që kjo që dua të them për punën e Tiranës është për të ardhur keq, sepse të gjithë lojtarëve të vendit, të skuadrës Tiranës që kaluan gati një kampionat, sepse i bie një përfundim i kampionatit, kanë luajtur nga 40 minuta. Tani që vinë një dy lojtarë mund të nxjerrin ndonjë ankim, jo ankohen sepse nuk po luajmë. Pra kanë pasur shumë mundësi që të tregonin veten. Tani kjo, edhe këto 2 humbje vjen si rrjedhoje e kësaj kohë kaq të gjatë të luajtur, domethënë pa krijuar akoma eksperiencë. Pra, fal Hysén Agollit, edhe Redi Voglit që kemi parë shumë ndeshje, domethënë që ka dhënë në momente të caktuara atë gjujtjen tipike që ka ai, që ka shumë të mirë, por edhe ai domethënë është në brez me Hysén Agollit. Tani po pres ku janë lojtarët e rinj. Sepse të mund na tregoj Hysén Agolli që prandaj sepse gjithë biseda edhe një vit më parë për Tiranë ka qenë të huajt, por ndoshta edhe duhet të kthehemi nga të rinjt. Mendoj që sezoni i Tiranës, ashtu siç e tha dhe ju më përpara, nisi pak keq, duhet të them, nuk është se ishte problemi kryesor vetëm të rinjt ose të vjetrit, ose ishte problemi që pse ishim vetëm diku të 5-6 lojtarë kryesor që mund të luanim në këtë nivel kampionatit, dhe mendoj që shumica u konsumuan shumë gjatë sezonit, sepse nuk kishim as mundësi rotacioni, dhe me ardhjen e 2 amerikanëve, me ndeshjen me Shkodrën, mendoj që na bëri mirë, domethënë na pikërisht fitore që dhamë me 1 pikë, mendoj që i dhanë moral ekipit. Nuk mendoj që e ulën moralisht ekipin ose djemt e ri, por që nuk di të them që besoj që to lojtarë që erdhen, kishin ardhur pak më herët, besoj se do flisnim ndryshe tani. Apo jo? Po, me financat. Siç e tham që po pyetja kush na sheh nga shtëpia, thot, po shqiptarët si kanë vazhduar deri tani? Çfarë kompromisi kanë bërë që kanë qëndruar pa u paguar? Po, siç e tha dhe Enea, që kemi bërë një sakrificë madhe, gjithë nga i pari te i fundit që kemi ndërë gjithë të muaj pa u paguar, dhe mendoj që ja vleti sepse çunat të treguan që nuk është gjithçka vetëm leku, treguan që mund të luash edhe për pasion, sidomos djemt të ri që po flisnim, dhe ashtu dhe veteranët, sepse siç dihet leku është tani momentalisht është gjëja kryesore. Shumë veta nuk e marrin mundimin të vinë të luajnë pa lek, jo, ne që luajtëm 8 muaj, gati 8 muaj ishim pa rroga, por që mendoj që nga momenti që gjithçka u finalizua te klubi i Tiranës, që klubi arriti të bënte objektivat e veta që u privatizua, mendoj që nga ky moment pikërisht, pavarësisht se shumë vonë për këtë kampionat, mendoj që gjithçka do shkojë në rritje. Pra sakrifikuat një vit, po vitet e ardhshme ndoshta mund të jenë më të mirë. Patjetër. Me të huajt nëse do vinin më herët.
Ku e shihet Tirana sot? Çfarë pozicioni? Mendoj që një ta kishim, sikur një të huaj ta kishim nga janari, nuk po them... Në faza e dytë, po, tamam. nga janari, nga faza e dytë, mendoj që do ishim, besoj se do ishim vend dytë ose vend tretë patjetër. Ku ju ka munguar, çfarë roli? Nuk ka rëndësi roli, thjesht kishim një lojtar shtesë që... Edhe për moral. Dhe për moral dhe për rotacion, sepse si që dim, gjatë gjithë vitit kemi luajtur nga 40 minuta të gjithë, sepse aq ishte skuadra, por që mendoj që me një të huaj ta kishim nga janari, do ishim vend dytë ose vend tretë, sepse dhe rezultatet e treguan që deri në ndeshjen me të Utën ishim ndeshja direkte me të Utën ishte direkt për vendin e dytë. Ndikoi kjo tek vendimarrja që pate për të tërhequr nga kombëtarja, pra ngarkesa e vitit, lodhja, ishte kjo arsye apo ishte një mendim që kishte kohë që ishte në kokën tënde? Jo, s'ka lidhje fare me Tiranën edhe me ngarkesën ose me lodhjen, thjesht e kisha menduar me kohë dhe mendova që kjo ishte momenti i dur për t'i dhënë stop me ekipin kombëtar. Ishe në Austri me skuadrën? Po, isha në Austri me skuadrën. Do ishe në fush? Normal. Dhe më thënë, një sportistët që kanë lënë sportin edhe kur e shohin ndeshjen, thënë, t'ishim fush, jo unë që jam aktiv akoma dhe normal që ishe një ndjenjë, do më thënë që se kisha përjetuar. Ishe pjesë e stafit, tani e pjesë e stafit kombëtar. Po, dhe ishe një ndjenjë që se kisha përjetuar më para, se ti të rish në stol aty dhe mos luash, do më thënë ishe, nuk e kisha diçka ndryshe. 19 vjet me kombëtaren e kishe menduar që do vinte kjo ditë? Jo, kur je aktiv dhe kur luan me vite resh nuk e mendon, nuk e, dhe më thonë, thua jo këtë vit, jo vitin tjetër, po që, më thonë, tani këtë eliminatorët e fundit, e mendova seriozisht dhe mas ndeshjes me Armenin që humbëm atje me 2 pikë, mendova që t'jepja... Ka mbetur ndonjë peng? Jo, më thonë drejtën nuk ose më kam bet peng, sepse kam luajtur shumë ndeshje me ekipin kombëtar, kam qenë nga 2006. Momenti më i bukur? Kemi bërë disa fitore, domethënë të bukura, sidomos ajo me Serbinë lërat mesdhetare. Por dhe këto ndeshje që kemi bërë në eliminatorët kundra Zvicrës, në Korçë, që kemi fituar, ka qenë një nga ndeshjet më të bukura, ka thënë ka qenë dhe transmetim. Me Slovakinë këtu. Po, kemi bërë disa fitore, me Kiprën këtu, me Luksemburg kemi fituar. Nuk kam qenë pjesë e këtyre fitore të gjitha ndeshjet. Por që kjo mendoj që ka qenë disi më e veçantë ndeshja kundra Serbisë në lërat mesdhetare në 2009. 2009. Enea, kalojmë prapë tek Tirana. Për kombëtaren? Për kombëtaren. Jo, për kombëtaren e kishte personale ndriti. Megjithatë, 2 fjalë për Hysena Gollin, për largimin nga kombëtarja. Shiko, çdo kush armikun kryesor kohën ka. Pra, vjen momenti, kalojnë vitet, ngarkohet, unë më mend kur ishte fëmijë nuk them, po okay, tejet i ri dhe ja u vjen puna dhe shti që mendon që duhet të riqet. Vlerë, patjetër, një vlerë munguar e kombëtarës, ka qenë një vlerë pa diskutueshme, pra 19 vjet me kombëtaren nuk është rastisht aty dhe vjen koha që duhet më të riqet, duhet më pranu këtë realitet të ndriti, pastaj gjithë opinioni, gjithë spektri basketbollit për të rigjetur. Nëse do të kishte, mendoj, në ndeshjen me Armenin, do të pëlqente ta shifsha në fushë, pasi ishte nevojshme. Për mu ishte nevojshme, sepse ishte nevojshme eksperiencë, nuk ishte nevojshme për pikë që mund të shënonte, për eksperiencë, në ato pak minuta sa të kontribonte, mendoj që do ta kalonim edhe për rëndësinë që kishte nesër. Megjithatë, okay, zgjedhje stafit, zgjedhje personale. Të dyve ju lidh dhe një figurë e madhe e basketbollit që sot nuk jeton më, trajneri Arben Faku që dhe i ka dhënë ndoshta shtysën kryesore a gollit. Ne flasim për Sorbenin, është do një emision vete, pasi është për mua një nga, unë kam pas trajner, mentor, shok, mik dhe domethënë kam një boshlik të madh largimit i tij, nuk flas për basketbollin, por edhe personal. Gjithë ka tregu që ka ditur të nxjerrë dhe të edukoj basketbollist me vlera për shoqërinë dhe për basketbollin.
Për Tiranën, dua të them që si që e fitoj Neshën Shkodër, mund t'i fiton të dyja ndeshjet e tjera, jo me Teutën, po me Apollonin. Pasi me Teutën, unë ndoqa ndeshjen, live isha atje, më erdhi keq dhe ja thash 2-3 çunave të Tiranës, Vogli, nuk e di këtë takova tjetër. Në vend të kishte ngarkesën Teuta që vinte luante fushë Tiranës me tifozëri, unë i pash të ngarkuar çunat e Tiranës, pra një pjesë të skuadrës. Ajo tifozëri i karikoi keq, nuk i karikoi ashtu siç duhet dhe bën gabime pafund, të sforcuar, të acaruar, jo të qetë mentalisht. Pra, qoftë Strazi Miri, qoftë ai 21 Lilaj, pra ai ishte gjithkohës kishte hyrë me mendimin të vënte namin dhe praktikisht për mua ka luajtur shumë dobët atë neshje. Për mendimin tim, neshjen me Teutën, Teuta e interpretoi me qetësi dhe nuk ishte neshje që u vendosën në fund fare. Domethënë ato e përballuar në gjithë vrullin e Tiranës dhe atëherë kur duhet, periudhën e katërt e morën një avantazh që e mbyllën me qetësi. Pra, është i qëndroi dhe asaj ides, pra, që pa kriju alibira. Teuta, me ato amerikanët që ka pasur kohë të integrojë dhe ka shumë të qepur skuadrën, ose amerikanët në filozofinë e trajnerit. Edhe ata kanë problemin që përmendja Golli dhe ata nuk e di se sa do të ta përballojnë dot të play-offin, sidomos përballë Besiktas, nëse do dalin finale, duke qenë se edhe ata kanë pak lojtar rotacioni. Shumë vështirë. Pra vend lojtarë shqiptar të Teutës menjëherë ulnin atë nivelin, ulnin në ritmin, nuk e di se çka është një lloj mendësie të cilën unë e shoh përgjithsisht intimidohen shumë lojtarët shqiptar përballë huajve, nuk flas për amerikanët. Okej, ai ka, por ti duhet futesh fushë të japësh maksimumin tënd, të tregosh veten, të japësh atë çka di të bësh më mirë, sepse në fund ditës derisa të ka futur trajneri, ai ka besim që ti i jep pra i shërben skuadrës në këtë. Dhe i shoh që gjithkohës vjen në dispozicion të huajve, gjithkohës vetëm pasojnë, vetëm pra të heqin topin nga dora, përgjithësinë apo dhe këtë. Kurse me Apollonin vjen. Me Apollonin doja Ysena Gollin ta pyesja pak, sepse është një ndeshje dhe pak e rrallë, me 2 shtesa, shumë pikë janë shënuar. Ti personalisht ke qenë gjithë minutat në lojë, 50 minuta, 104, 103. Pra është dhe pak e rrallë, me kaq shumë pikë sa u shënuan, po dhe me 2 shtesa. Po me Apollonin dije që do ishte ndeshje fortë, sepse pak a shumë përcaktonte renditjen e vendit tret, kush fitonte, automatikisht shkonte vend tret, pavarësisht si do dilin ndeshjet e radhës. Dhe dije që do ishte një ndeshje fort me presion, fusha Apollonis ishte e mbushur me tifoz, domethënë gjithë pjesa e tifozëve ishte plot, nuk ishte vende bosh, sepse qyteti ose njerëzit e ndinin që ishte një ndeshje e rëndësishme për ekipin e vet, sidomos për të futur në play-off mas shumë vitesh. Mendoj që u bë një ndeshje bukur dhe e fort, por që mendoj që gabuam në disa raste, sidomos 2 shtesat në momentet e fundit kishim mundësi sepse arritim të aqonim rezultatin 5 ose 6 pikë para dhe pastaj aty gabonim. Në shtesën e parë, më fal, në shtesën e parë apo në të dytën? Në shtesën e parë. Dhe në shtesën e dytë, 5+. Po, shumë në shtesën e dytë shkum 5+. Në shtesën e parë i kapëm ne Apollonin. Apollonia shkoi 5+, më duket, dhe Apollonia shtesën e parë dhe arritëm ta kapnim, kurse në shtesën e dytë në moment e fund kemi shkuar 5 pikë para, edhe aty filluam të gabonim disi në mbrojtje, si ndoshta dhe lodhja ka bërë vetën, ndoshta besoj se ka bërë vetën, por nuk është se do ta gjejmë si alibi sepse dhe Apollonia me 5 veta luajti. Nuk është se Apollonia kishte rosterin shumë më të madh se ne. Amerikanët ju ndihmuan këtë ndeshje? Sepse me Teutën kam përshtypjen njëri luajti më mirë, tjetri pak më dobët. Po, dhe këtë ndeshje besoj që ai playmaker luajti disi më mirë se ky Moses që luan pozicionin 2-3. Ai bëri disa gabime në fund, do të them, domethënë nuk është se s'mund t'i quaj gabime, e mori lojën përsipër ai dhe dihet, po e mori lojën përsipër, o do e gabosh në fund ose do fitosh lojën siç e fitoi në Shkodër. Me thënë, ai thjesht mori
topin dhe vendosit ta bënte ai gjyqjen e fundit. Në Shkodër arriti të shënoj dhe na dha fitoren këtu. Ndodhi e kundërta. Okej, do ndjekim pak në ekranin e madh tabelën e Superligës, pra për ta komentuar pak që çfarë na pret në këtë fundjavë, kuqo sepse është një ndeshje tani si finale që dashur pa dashur Tiranës dhe i rastisi dhe Beslidhja. Ndërkohë shohim edhe rezultatet ku pra Apolonia me Tiranën fitojnë 104-103, mëndej Vllaznia fiton në transfert me Kamzën dhe Teuta ka pritur Beslidhjen për 79-99. Këto janë rezultatet. Dhe kjo është renditja që tani pra janë të konsoliduara në vendin e parë Beslidhja, Teuta në vendin e dytë, Apolonia në vendin e tretë, pra janë në play-off. Tirana dhe Vllaznia diskutojnë javën e fundit, kush do të hyjë në play-off dhe kush do të shkojë për play-off dhe Kamza praktikisht është e rrëzuar. Këto janë dhe ndeshjet. Vllaznia pret Apolonin, që do të jetë shumë e barabartë, shumë e ekuilibruar, Beslidhja me Tiranën po ashtu dhe Teuta pret Kamzën në letër, duhet ta ketë lehtë. Pra, kuqo një finale parakoshme për Tiranën, sepse e pret Beslidhja dhe ai rivaliteti që ka 3-4 vite mes dy skuadrave. Dgjoj, mendoj që Tirana, duke qenë që të dyja ndeshjet si me Vllaznin edhe me Teutën, edhe me Teutën edhe me Apolonin, pra pavarësisht se humbjeve po shkoj deri në pikë, domethënë edhe kjo e fundit me dy shtesa, mendoj që koha shumë e pakët e konsolidimit lojtarëve, po them që ata mund të arrijnë diçka, sepse edhe Hyssenagolli e përmendi pak që e mori përsipër. Në fakt kur ke amerikan lojtarë të huaj në momentet e fundit, ato nuk mund të quhen gabime se në një moment do mbarojë ndeshja dhe nga një gabim. Është ndoshta vetëm tek vendimi, pra duhet ta çon tek një lojtar me eksperiencë, për shembull si Agolli apo Vogli. Unë mendoj për aftësitë që ka Hyssenagolli, mendoj që duhet ta kishte luajtur me Hyssenagollin. Pavarësisht që të gjitha skuadrat përpiqen, sepse e dihet që Chelsea i Tiranës është Hyssenagolli. Dhe për aftësitë e tij individuale që ky ka një top i dhënë në lartësi, sepse aftësia për mua, domethënë në gjithë historikun po ta shohësh, është një aftësi që shumë pak lojtarë kanë. Pra është nuhatja që Hyssenagolli ka gjatë topave në tabel edhe kapjes së topave në lartësi. Pra, po ta shfrytëzonte në këtë moment ai lojtari amerikan ose kushdo që të ishte, po amerikani sido që të jetë nuk e ka ditur se kush ka qenë Tirana. Kur i ka rënë në menaxher që do vi në skuadrën e Tiranës, nuk besoj që ka arritur ka parë disa ndeshje dhe të arriti vlerësoj të gjithë lojtarët dhe kush është lojtari. Mund ta ketë mësuar atë moment kur ka ardhur nga trajneri, nga Kandi, që është lojtar kryesor dhe lojtari më i mirë. Pra sepse skuadrat tona nuk janë të dukura në Evropë që të kenë mundësi që të shohin dhe aftësitë individuale të lojtarëve. Mendoj që duhet kishte kaluar kur fliteshe për një pikë, domethënë ishte më e mira që nga një lojtari që është afër koshit, që o të realizonte o të merrte një faull që të shkonte në gjyqe të lira. Tani me Beslidhjen, çfarë pritet? E nisa pak. Mendoj që do jetë një ndeshje shumë e fortë, sepse edhe këta dy lojtarët e huaj domethënë një javë, sa javë kanë, 3 javë, sa kanë ata, domethënë është tmerrësisht pak, domethënë që edhe të kërkosh. Mendoj që do jetë ndeshje e bukur, do jetë ndeshje shumë e fortë për të mos e lënë njerëzit pa e parë, sepse Tiranës është, po themi, për jetë vdekje. Dhe besoj që do luajnë mirë. Mendoj që do luajnë mirë sepse gjatë gjithë kampionatit Tiranës i kanë munguar 1 dhe 2 lojtarë. Uroj që këta dy të japin atë maksimumin e tyre në këtë ndeshje, duke vlerësuar, domethënë se të vjen keq edhe për investimin realisht. Pavarësisht që u bë me vonesë, po më mirë me vonesë, edhe mendoj që do luhet bukur. Do jetë në një ndeshje që nuk do ta ketë shumë të lehtë Beslidhja. Hyssenagolli? Sepse në fazën e parë ka qenë më ndryshe, po tani në fazën e dytë tek ndeshje që keni luajtur, keni shkuar ndoshta më në shumë ekuilibër në Farie Hoti. I kemi dhe pamje, do t'i ndjekim. Po, besoj që do jetë ndeshje fortë, sepse siç e dim, përveç ndeshjeve në fazën e parë që kanë qenë çik më ndryshe, Tirana, Beslidhja kanë qenë gjithmonë ndeshje të forta, pavarësisht rosterit si kanë qenë me të huaj apo aty, nuk kanë shkuar ndeshjet që thua është ndeshja e lehtë, sepse siç e dim edhe në ndeshjen e Kupës Federatës ishim vetëm me shqiptar kundra Beslidhjes. Beslidhja kishte 5 huaj dhe arritëm fitonim. Ishte fillimi i sezonit, mund të thuash, por nuk do të thotë që Tirana Beslidhja gjithmonë ka pas rivalitet dhe besoj edhe këtë ndeshje do e ketë, sepse që e dim është një ndeshje për vendin play-off. Ne mendoj që
do luajmë, do bëjmë më të mirë, sepse në fundit s'kemi çfarë humbim. Domethënë është mundësia fundit dhe pse mos ta provojmë. Okej, do t'i hedhim një sy edhe tabelës e kategorisë së parë meshkuj, para se të shkojmë tek femrat, sepse aty është sot një garë shumë e fortë, pasi Elbasani dhe Partizani kanë pikë të barabarta, pra vendi i parë dhe i dytë, dhe sot luajnë në Elbasan, pra Elbasani kundër Partizanit. Kush do të jetë fitues, do të marrë vendin e parë dhe kualifikohet direkt për në Superligë. Mëtej vendi i dytë do të luajë në play-out që mund të jetë dhe me Tiranën. Pjesa tjetër nuk ka më shanse, pra Fieri, Flamurtari, Skënderbeu dhe Pogradeci. Enea është një çift shumë interesant që rrallë ka shkuar kështu në kategorinë e parë, pra pikë më pikë në renditje nga java e parë deri tani. Vjen mirë që të paktën një pjesë të skuadrave të kategorisë parë, se jo të gjitha, por një pjesë të skuadrave të kategorisë parë kanë bërë investime të mira, kanë bërë investime alla Superligë. Kjo për t'i dhënë pra për të treguar që kanë synime të qarta që të shkojnë të vinë dhe të konkurrojnë në Superligë. Emri i madh Partizani, pa diskutim Elbasani, është një nga klubet më të traditës për pjesën e basketbollit, si për meshkujt dhe për femra, dhe më vjen mirë që më në fund Elbasani po kërkon, po investon, ka gjetur pa gjithë mundësit për të ardhur dhe konkuruar në Superligë. Duket më e favorizuar pasi ka faktorin fush, ka faktorin tifoz dhe do të bëjnë maksimumin pra për të hyrë direkt pa konkuruar në play-out. Duhet përballje shumë interesante, përballje shumë e fortë, por si thua, Elbasani niset pak më i favorizuar, pasi ndërkohë për pjesën tjetër, për Fieri Basket, mendosh që një qytet me dy skuadra, po të kishin qenë në një unison, po të kishin bashkuar këto investime, po të kishin bashkuar që lojtar mund të ketë Fieri Basket, cilën mund të kontribonte për Apollonia. Apollonia do ishte një tjetër më e fortë në Superligë. Më e fortë në Superligë, jo se nuk është e fortë, ishte goxha lojtar. Edhe ndoshta dhe sigur të kishin dhe një skuadër të vajzave në kategorinë e parë që i mungon prej disa vitesh. Dhe pikërisht tek vajzat do të kalojmë, fillimisht është kronika që na njeh me fundjavën që kemi lënë pas, është pikërisht çfarë ka ndodhur me ndeshjen Tirana-Flamurtari, ku kjo ndeshje caktonte vendin e parë. Flamurtari ka fituar në Fariotit ndaj Tiranës, është ngjitur në vendin e parë dhe mëtej do të kemi edhe një kronik tjetër më pas për gjysmëfinale. Po fillimisht çfarë ka ndodhur në fundjavë mes Tiranës dhe Flamurtarit. Ndjekim kronikën dhe sërish në studio. Në përballjen e fundjavës mes Tiranës dhe Flamurtarit në kategorinë e parë të femrave, skuadra vlonjate ka fituar 64-76, duke marrë dhe kreu në renditje e si rrjedhoi tashmë në play-off, si në gjysmëfinale dhe në finale, do të ketë avantazhin fush, ndërsa Tirana që pëson humbjen e 2-3 në Farioti me kundërshtarë direkt me Partizanin dhe kësaj here me Flamurtarin, zbret në vend të dytë dhe përballë në raundin e parë do të ketë Partizanin. Në takimet përballë këtë sezon në derbi gjithçka ka qenë ekuilibruar, por Tirana i ka marrë Partizanit kupën në shkurt, ndërsa Partizani me fitoren e fundit i hoqi të drejtën për të luajtur në Final Four të Ligës Unike. Ndeshja me Flamurtarin nisi e fortë, por me vajzat vlonjate që u shkëputën në periudhën e dytë, duke mbyllur fillimisht me 14 pikë diferencë pas 20 minutash lojë. Në pjesën e dytë Flamurtari e mbështet lojën tek qendrat Johnson, Henderson dhe Omer Basic, ndërsa Tirana luan më tepër me lojtarët e shpejta si Qosja apo dhe prurët e reja që debutuan për vajzat bardhë e blu. Në fakt, lojtarët e reja bëjnë që një lojtare si Bojka të dalë nga loja e saj dhe e mbyll me 0-9 në gjuhet nga loja. Lara luan 30 minuta, por shënon vetëm 5 pikë. I kete gabon shumë, ndërsa Gonzales e rikthyer në kampionatin ton, duket larg nga ritmi i vjetshëm, që dhe i dha fitoren e titullit Tiranës. Prurjet e reja hidhen në fush, por të paambientuara dhe duket sikur krijojnë më tepër kaos. Timber e Williams më mirë luan Klof me 18 pikë dhe 10 topë në tabelë. Ndeshja shkon në 20 pikë diferencë në fund të periudhës së tretë dhe në periudhën e katërt duket se Flamurtari do administrojë mirë. Thomas është më e dalluara për vlonjatet me 30 pikë dhe 8 topë në tabelë, ndërsa Johnson me 21 pikë dhe 14 topë në tabelë. Deri në fund u ndje dominimi vlonjat dhe pse Tirana u kthye në lojë në fund, duke ulur disi diferencën dhe ndoshta ekzistonte dhe mundësia e përmbysjes kur diferenca ra në 8 pikë. Por mëtej gjithçka u mbyllë qetë me fitoren që tani e bën Flamurtarin të jetë vetme në krye.
me 17 fitore dhe 1 humbje, ndërsa Tirana me 15 fitore dhe 3 humbje në vendin e dytë dhe Partizani me 13 fitore dhe 5 humbje në vendin e tretë. Mirë miq, sërish në studio, e ne do të diskutojmë pak renditjen, çfarë ndodhi pra sepse kjo fitore Flamurtarit, por e kombinuar edhe me humbjet e Tiranës në 2 javë të fundit me Partizanin dhe me Flamurtarin bëri që Tirana zbres në vendin e dytë, Partizani në vendin e tretë dhe Flamurtari mori vendin e parë, që në gjysmë finale i takon me Teutën. Do shohim dhe renditjen e krajën e madh. Pra, si të duket, sepse para 2-3 javësh ne edhe kemi diskutuar kush do e marrë këtë vend të parë. Sepse ishte momenti që ishte të dyja me pikë të barabarta dhe ne nuk e analizuam në asnjë moment. Po ta mbani mend ne kemi analizuar. Ja dhe renditja që tani Flamurtari është me 2 fitore më tepër, Tirana në vendin e dytë dhe Partizani në vendin e tretë, Teuta në vendin e katërt dhe e mbylli pra Vllaznia, Studenti dhe Elbasani. Ne analizuam direkt ndeshjen që do të ketë Tirana me Flamurtarin për të marrë shanset e veta për të marrë vendin e parë, por nuk mendum që Partizani do t'i vinte atë stërkëmbësh që ja vuri me shumë merit 1 javë përpara Tiranës. Po në Fariehoti. Po në Fariehoti, pra Tirana i kishte të gjitha mundësitë që 2 ndeshje në fushën e vet. Fariehoti është një fushë që Tirana e interpreton shumë mirë edhe normalisht ne prandaj dhe nuk e komentuam fare, pra tham Partizani ta mundi, por e kemi parë gjatë gjithë vitit që Partizani është një ekip i vështirë dhe një ekip shumë i kompletuar me të huaja dhe me shqiptare që mbase fati nuk e ka çuar situash ato momente të caktuara që kanë ndikuar negativisht dhe jo pozitivisht. Ndërsa për ndeshjen me Flamurtarin, Flamurtari vinte nga një fitore e Ligës Unike dhe të paktën në çfarë pam në Ligë Unike dhe në këtë ndeshje është shumë e qepur si skuadër. Është skuadër e kuadruar me lojtarët e huaja që janë njësh me fanelën, pra luajnë dhe interpretojnë ndeshjen ashtu siç duhet, pra secila futet jep kontributin, ashtu dhe shqiptarët në momentin që futen, ndërsa Tirana, pavarësisht se afroi 2 të huaja, edhe ju e përmendët, më shumë prishën punë se sa rregulluan për arsye që po të paktën sidomos tek ndeshja me Flamurtarin, po pra, u duk që këto ishin totalisht jashtë loje. Por sa ardhur dhe mendoj që si thua pa diskutim Flamurtari gjatë gjithë turisë për mua e meritonte në mënyrë absolute të ishte skuadra më e mirë për skuadrën e vendit të parë, arriti me personalitet dhe me shumë durim ta siguroi vendin e parë dhe ja ku kemi pra është praktikisht skuadra. Ndërkohë ne shohim dhe rezultatet e gjysmë finaleve të para, do të ndjekim tani edhe kronikën pra Tirana ka fituar me Partizanin dhe Flamurtari ka fituar me Teutën, sepse gjysmë finale tashmë ka nisur, janë zhvilluar të mërkurën. Ne do të ndjekim një kronikë që lidhet me gjysmë finale, çfarë ka ndodhur sidomos tek derbi e më pas e diskutojmë me njëherë në studio. Play-offi në basketbol për femra ka nisur me një ndeshje mjaft të fortë në Fariehoti mes Tiranës së vendit të dytë dhe Partizanit të vendit të tretë. Gjysmëfinalja tjetër në letër ishte lehtë për Flamurtarin që në nisje pasi përballë gjetën Teutën e vendit të katërt. Në derbin kryeqytetas, minutët e para treguan Tiranën si skuadrën më me dëshirë për ta fituar ndeshjen, teksa kalon me njëherë avantazh 17-8. Në pushimin e parë që kërkoi Partizani u kryen 2 zëvendësime që i dhanë një ndryshim lojës, por ndryshimi më i madh për Tiranën erdhi kur u dëmtua lojtarja më e mirë në fushë deri në ato momente, Enisa Qosja. Si rrethoi Partizani e shfrytëzoi këtë moment dhe arriti të barazojë në periudhën e dytë. Pjesa e parë në total përfundoi me avantazhin e Tiranës, 35-33. Periudha e tretë nisi me gabimet e fillimit për Partizanin me 6 humbje topi që Tirana i ktheu në kosha. Falojës së mirë në qendër dhe sidomos me Iketej që e mbylli periudhën e tretë me 21 pikë dhe Lara me 13 topë në tabelë, Tirana arrin të kalojë në 17 pikë diferencë. Për t'ia ulur pak euforinë e vajzave të Ali Begajt mendon Semanjaku që shënon 5 pikë rresht dhe periudha e tretë mbyllet 59-47. Periudha e katërt nis më mirë për Partizanin, teksa me 3 faulla rresht, Tirana jep mundësi kundërshtarit të afrohet deri në 6 pikë diferencë, 61-55. Nis të qarkulloj më shpejt topin, ndërsa Tirana luan me 5 të huaja në fushë, si arma e fundit për të ndalur Partizanin drejt barazimit. Tirana provon dhe me mbrojtje zonë, por kjo nuk e frenoi Partizanin. Gjithçka diskutohet të sekondet e fundit, ku fal gjueteve të lira të organizatores kubaneze Gonzales, Tirana e fiton ndeshjen 77-73.
duke udhëhequr serin 1-0 në gjysmëfinale, ndërsa ndeshja e dytë do të jetë të shtunën në orën 16 në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Lojtarja më e mirë për Tiranën është Ikete që e mbyll me 22 pikë, ndërsa për Partizanin Mekbajk me 19 pikë dhe 15 tomër tabel. Ku që jemi tani në gjysmë finale, pra kanë nisur për femrat për meshkujt javën e ardhshme. Përveç flamurtarë që ka fituar me Teutën, pra Thellë dhe Pritej, derbi është jashtëzakonisht i bukur, pikë më pikë deri në sekondat fundit dhe Tirana fiton të parën. Unë në fakt, kur mbaroi Liga Unike, unë e thash një fjalë që atë flamurtar që parë, domethënë kisha shumë kopa par basketbol të tillë, që e ka të padiskutueshme domethënë që e merr kampionatin dhe ajo tregoi vetë fakti që edhe Tiranën që ishte një nga favoritët që e mundi. Më tepër duhet të ndalem këtë dyja skuadrat Tirana Partizani. Në fakt Partizani pas ndryshoi uniformën që të dalin në lojën e vet nuk mund të kaloj. Kjo është në kuadrin edhe pak të shakas, por gjithsesi mendoj që këto të dyja skuadrat nuk është se kanë një nivel të ndryshëm njëra me tjetrën. Është çështje mentaliteti dhe çështje drejtimi të skuadrës për të dyja skuadrat. Sepse shohim një Tiranë që në kupë e mund shumë bindshëm Partizanin, shohim një Tiranë që çalon shumë, domethënë që i afrohet Partizanit për pak eksperiencë mund ta kishte fituar, kështu që them që do jetë e bukur domethënë ndeshjen ndërmjet tyre. Pa diskutuar flamurtarin që është Hysén Agolli, për aq sa e ke ndjekur Tiranën e vajzave. Mendoj, për mendimin tim ka një ekip shumë mirë, besoj që Partizani do ta kaloj. Mendon që Partizani do kaloj? Partizani do ta kaloj Tirana dhe do të përballet në finale me flamurtarin. Dhe pastaj besoj që flamurtari ka një avantazh më të madh sepse siç dihet faktori fush, sidomos në këto qytetet e vogla që kanë. Ka patur flamurtari. Po, por këtë vit ekipin e ka më ndryshe flamurtari, nuk e ka atë njëjtin nivel siç e kishte vjet. Mendoj me aq sa kam parë, ka më të mirë flamurtari se që kishte. Për të huajve, mendoj që i ka cilësore, më cilësore të huajt. Për ndryshimit të rregullit? Po, siç e dim, edhe siç e kemi thënë disa herë, rregulli tani me të huaj, ti mund ta bësh ekipin me 12 huaj, po duash, nuk ose ka ndonjë në i kufizim dhe ajo ndikon. Dhe kemi parë që të vendoret e flamurtarit dhe Tiranës përveç Qoses, minutazhi është ulur shumë. Po, për reshpja tek flamurtari po luan mirë, kam parë. Po, luan mirë, por vjet ka qenë më ndryshe. Vjet ka qenë më ndryshe sepse vendorët e flamurtarit kanë pas më minutazh dhe automatikisht ka qenë më ndryshe. Kurse këtë vit, me sa di unë, sa kanë 7 huaja. Është kampionati femrave më i fortë i meshkujve? Në rivalitet, plas? Jo, nuk besoj sepse në të femrat 2 ekipe, 3 ekipe janë dhe ekipet e tjera luajnë, si me thënë, sa për të kaluar radhën, sepse dihet, kurse tek meshkujt nga vendi 2 deri në vendin e 5 nuk dihet, me thënë, java që kaloi e vendosi kush do dilte në vend 2 dhe akoma është hapur kush do të luajë në vend 4. Dhe javën që kaloi ishte, domethënë ndeshja jon kundër Apollonisë, nëse fitonin në Apollonia automatikisht humbte play-offin, pavarësisht ndeshjes që dhe para 2 javësh po të fitonin ju dilit në vend 2 sot jeni. Besoj që ky kampionati këtë vit i meshku ka qenë përveç Beslidhjes që e kishte siguruar vendin e parë nga vendi 2 deri në do të them dhe deri në vendin e 6 që është Kamza, pavarësisht këtyre ndeshjeve që e pam si shkoi që pati probleme, besoj që ka qenë shumë më i fortë se vitet e tjera. Domethënë nuk u dinte se çfarë do, domethënë gjithë vitin ka qenë kampionati një ekipi që ishte në vend 2, bënte një humbje, kalonte në vend 5. Ekipi që ishte në vend 5, një fitore shkonte në vend 2, domethënë gjithë viti kështu shkoi. Je dakord me ndryshimin e rregullit? Pra i ka dhënë më shumë bukuri këtë vit kampionatit që ka më shumë të huaj? Se ndoshta ne diskutojmë shumë këtu në studio, po ti je protagonist, je në fushë. Je për të huajt pa limit? Dgjoj, unë jam për të huajt, por gjithsesi besoj që një limit duhet jetë. Më thënë, sikur edhe 7, 8 sa duan ta bëjnë, domethënë paktën ta ketë një limit. Jo,
sepse nesër mund dali një ekip pa emër, pa histori dhe vendos 12 lojtarë tuaj dhe më duket diçka, domethënë nuk më duket diçka normale, sidomos për basketbollin shqiptar, por gjithsesi huajt e rrisin nivelin e kampionatit shqiptar, ajo diskutohet, sidomos të ekipet e forta që marrin huaj më cilësor. Dhe du të them që e kanë rrit nivelin, domethënë po të shohësh ekipin e Teutës që nuk ka shumë lojtar shqiptar, domethënë e janë vend dytë, do të thotë që ato kanë çuar aty ku është, domethënë. Je për një afat kohor, pra që deri në këtë datë mund të marrësh thuaj? Po, patjetër, siç është, nuk duhet të shkojmë më larg, po siç është në Kosovë që janari, domethënë sepse duam s'duam ti mund të jesh gjithë vitin pa lojtar tuaj, pa buxhet, vjen momenti fundit i fut ti me kesh del një biznesmen atë që duhet të them edhe me pestuaj dhe ta ndryshoj gjithë rrjedhën e kampionatit. E kupton? Domethënë besoj që një limit dhe një afat duhet të jetë. Ti si lojtar, për shembull, je në një ekip dhe ky ekip vendos që e fillon me 3 amerikanë, në nëntor heq 3 merr 4, në janar heq 4 merr 5. Pra, a është çoroditje kjo që ndrojnë të huaj 3-4 herë brenda vitit? Nuk po hy fare tek pjesa e financave, po si korum. Po normal që është çoroditje sepse vetë fakti që vinë 2 të ri, ato 2 sa të ambientohen. Në momentin që ambientohen, vjen një njeri që do të ambientohet dhe ai. Momentin tjetër do të heqësh një tjetër, më thënë ajo është, për mua është, nuk është gjemi, është minus. Dhe po ta shohësh lojtarët e ekipet që i kanë tuaj që i kanë marrë nga fillimi i sezonit dhe vazhdojnë akoma, kanë ecur më mirë. Domethënë shohësh Teutën, ato 4 tuaj kanë marrë në fillim të sezonit, nuk ka bërë asnjë ndryshim dhe i ka dhënë rezultat. Ekipet që kanë pas ndryshime, besoj se kanë pas më pak rezultate. Okej, e ne ja kthehemi pak tek gjysmëfinalja e parë, Tirana Partizani. E ke ndjekur ndeshjen? Ishte ndeshje e fortë, me shumë gabime nga të dyja skuadrat, pasi të dyja skuadrat përlunin në lloj mënyre të kujdesshme, por Tirana ishte më konstante, nëse mund të them, në të mirën dhe të keqen e vet. Pra, ku gabonte, përmirësonte, padi gjithë mundësinë ku shkoi deri në 16 pikë para, më duket, mos them më tepër, diku periudhën e tretë mendova, thashë vrau ndeshën Tirana dhe aty besoj me pak kujdes ose pavarësisht entuziazmit që shku 17 pikë zysh Mirza nëse mund të merrte një pushim për ta sjell me këmbë në tokë skuadrën për të mos ta lënë Partizanin ta kthente ndeshjen siç e ktheu. Partizani me arriti pa Partizani si thash pra Tirana ishte e mirë ose konstante në të mirën e të keqen. Partizani kishte ato momentumet e veta, por nuk diti asnjëherë të shfrytëzonte maksimumin, nuk diti asnjëherë të shfrytëzonte për ta ndëshkuar, për ta thyer Tiranën psikologjikisht. Pra vite deri në moment e duket sikur s'kishte më energji. Nuk mu duken në ato tuajat e Partizanit, ose më saktë u përdorën shumë më tepër tuajat e Partizanit, edhe atëherë kur ato u dha shumë më tepër besim se sa ç'duhej, duke ulur në një farë mënyrë minutazhin si të Semanjakut, si të Lalajt, edhe të Palkos, të cilat për mendimin tim, në momentet kyçet ndeshjes ishin ato lojtarë që e çu Partizanin që ta diskutonte neshën deri në fund, për te performës apo përgatitjes fizike që ato kishin. Megjithatë, janë të dy ekipet forta, Tirana e meritoi absolutisht atë ndeshje, të vjen keq që ajo qosja u dëmtua dhe sepse ajo u fut në fushë dhe u fut me shumë personalitet, u fut domethënë, si thash, vërej një lloj intimidimi të lojtarëve femra meshkuj përpara tuajve, të cilët futen gjithmonë në funksion dhe në shërbim të tyre, pa nxjerr asnjëherë ato çka kanë në bagazhin e tyre. Dhe ajo futet me personalitet dhe e shohim që është lojtare kyçe, lojtare goxha ndëshkuese, sidomos në sulm me shpejtësinë që ka. Tirana i ka të gjitha shanset për ta çuar veten në finale, por me një analizë mirë,
me qetësi emocionale Partizani do të, ose varet shumë nga kjo ndeshje që do të kenë nesër, në orën 4 në Astar Rusi, pra që të tregoj që nuk ishte rasti mundja, ajo domethënë fakti që e mundi Tiranën, Fari Hoti 2 javë përpara, pa ja dha një sinjal Tiranës. Megjithatë, pra është një treshe shumë e bukur që do ta, pra Lajmërtari tashmë unë me mendoj të kualifikuar dhe të shkojnë Durrës edhe ka shumë diferenca me skuadrën e Teutës për te respektit që duhet kemi për gjithë djersën që edhin këta lojtarë dhe këto klube në skuadrët e tyre. Kurse Tirana Partizani do të më pëlqente të shkonte në ndeshje të tretë për ta pasi jashu janë shumë barabarta, pra janë shumë të plotësuara si skuadrët dhe i kanë gjitha mundësit për të rivalizuar në një ndeshje të tretë. Okej, ne do qëndrojmë prap tek vajzat. Kemi disa pamje, do të na jap regjia dhe do i diskutojmë këtu në studio për U16 femra, është një Final Four që është zhvilluar në Përmet dhe qyteti Përmetit është, pra skuadra e Përmetit dhe Rozë është shpallur sërish kampione dhe lojtare më mirë Dhedhes. Kuqo, një traditë që vazhdon. Përmeti që sërish nxjerr një skuadër kampione tek vajzat, U16 apo U18, çdo vit, herë në njërin moshë, herë në tjetrën, këtë vit i takoi U16. Përmeti vazhdon me këmbgulje dhe më pëlqen shumë, sepse vitin e kaluar, mos gaboj, kishim edhe trajnerën këtu në atë, dhe problemi më i madh ishte që lojtarët i ikin, siç shkoi edhe një lojtare talentuar, mos gaboj, ke Flamurtari, që e përmendëm ndoshta para 1-2 javësh. Me perspektivë. Këtë ka një minus të keq që lojtarët do t'i largohen, duke qenë se duan të studiojnë, domethënë deri në 16 vjeçë janë okay se janë për gjimnaze, janë pranë familjes. Pastaj kur vjen puna e studimit edhe kjo është, pra kjo është një zgjedhje pak e vështirë. Megjithatë, kanë bërë një rikonstruksion të sallës shumë të mirë që tani patjetër i kanë të gjitha parametrat për të patur dhe një ekip të parë. Hysén Agolli, një qytet i vogël, por që vazhdon nxjerr kampione. Po, siç kemi parë, domethënë një traditë shumë e bukur, domethënë sidomos domethënë kjo mosha U16 të rejat, shoh që çdo vit dalin kampione, domethënë ky është viti i dytë apo i tretë radhazi. Po, dhe vjet në U16 kanë fituar. Po, U16 kanë fituar, për mendimin tim është një gjë shumë e bukur, domethënë një që t'jep një kënaqësi, domethënë kur i shef, domethënë to vajza dhe domethënë dhe salla që është plot, një gjë shumë interesante që dhe kanë çuar plot lojtarë në kombëtare. Po, kanë çuar shumë lojtarë në kombëtare, po fatkeqësia, siç e tha dhe profesor Tani, është që nuk ka një ekip parë që ta vazhdojnë. Domethënë ato vajza që dalin mos shkojnë në ekipet, domethënë mos të shtektojnë në ekipe ndryshme. E rëndësishme është mos e lënë sporti, mos të rrishin. Jo, por gjithsesi mirë do ishte të kishin një ekip parë, nga që traditën e kanë. Nëse shohim gotën gjysmë plot, Zysha bashkë me trajnerin ka një pasion jashtëzakonshëm dhe është sporti parë në Përmet, pra që i prodhon sportiste, prodhon cilësi, prodhon edhe fitore, pra të moshave. Por, unë e kemi thënë atëre, është e pa mundur një qytet i vogël si Përmeti t'i mbaj ose të krijoj një ekip parë, sepse janë kërkesat, do ikin në universitet, mund të ikin jashtë, do të kërkojë mbase një ekip, disi më një fanell, disi më të rëndë për pjesën e ekipit parë. Dhe unë do t'isha personalisht, po t'isha dhe veterinar, do t'isha shumë i kënaqur që puna dhe gjithë bazat që unë i japë lojtarëve në mosha të shkojnë dhe të kontribuojnë në skuadrat në gjithë Shqipërinë. Në fund ditës, asnjëherë nuk do të mbesi pa përmendur kush trajner, kush lojtar dhe kush do nga aspekti i basketbollit, nuk do të harroj kur pa përmendur stafin dhe gjithë ata që merren me krijimin e këtyre sportistëve. Dhe unë do ta kisha më tepër kënaqësi këtë gjë se sa të krijoja, të sforcoja një ekip parë që në fund ditës të mos arria dot pra të merrja këto rezultate, për arsye që ne i përmendëm dhe por është absolutisht është vërtet emocionuese sa pasion kanë këto ky qytet i vogël, se sa pasion dhe se vërtet prodhon lojtarë shumë të mirë. Okej. Unë ju falenderoj që ishit sot në emisionin ton. Hysén Agolli,
suksese për ndeshjen e nesërme, por edhe në vazhdim të karrierës tënde. Faleminderit ju. Edhe faleminderit që je në studio sot, më shpesh do ishte më mirë, sepse nuk para i pëlqen ndoshta kamerat dhe intervistat, megjithatë. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën, besojmë se do të vim prapë në tarë. Mos bë premtime se do ta përmendim. Mirë pra miq, kjo ishte gjithçka çfarë kishim përgatitur. Do të ndjekim një kronikë të shkurtër në lidhje me një bashkëpunim të ri që do të jetë mes Federatës Shqiptare të Futbollit me Federatën Shqiptare të Basketbollit, trajnime dhe kurse dhe shkëmbime eksperiencash në gjykim, por edhe për trajnerët. Kjo kronikë që ka të bëjë dhe me deklaratat e presidentëve respektiv të federatave, ndërkohë që ne do të kthehemi ndeshjeve tona pikërisht nesër në Superspeedën e meshkujve mes Beslidhes dhe Tiranës. Do t'ja dalë apo jo Tirana që të kualifikohet në play-off, apo do të vijoj sezonin e saj në play-out. Faleminderit që na ndoqët, deri transmetimin e ardhshëm, bashkë mirëpafshim. Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata Shqiptare e Basketbollit kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim promovimin, zhvillimin dhe përmirësimin e cilësisë arbitrimit në futboll dhe basketboll. Marrëveshja synon shkëmbimin e përvojave, praktikave të mira dhe gjetjen e burimeve për të arritur rezultate më pozitive, si dhe për të rritur nivelin e profesionalizmit të arbitrave. Marrëveshja u nënshkron në ambientet e shtëpisë së futbollit, midis presidentëve përkatës, Armand Duka dhe Avni Ponari. Dy sportet tona, futbolli dhe basketbolli, për mua më të rëndësishmet në vendin tonë, janë sporte të ngjashme, sepse janë sporte kolektive dhe kanë gjëra që mund na bashkojnë. Dhe nëpërmjet këtij memorandumi ne do të bëjmë seminare të përbashkëta, përgatitje të përbashkëta për arbitrat për 2 vitet e ardhshme. Unë jam i sigurt që kjo marrëveshje do t'i shërbej të dyja federatat, të dyja sporteve për shkëmbimin e eksperiencave më të mira që ka Federata e Basketbollit apo Federata e Futbollit, dhe të dyja bashkë do të bëjmë akoma më shumë. Një pikë shumë e rëndësishme e marrëveshjes është aktivizimi i arbitrave vajza dhe gra, si në futboll dhe në basketboll. Presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit, Avni Ponari, e cilësoi marrëveshjen si historike. Faleminderit President Duka, për mua është një ditë e veçantë, ndoshta edhe historike, sepse për herë të parë 2 federatat nënshkruajnë një marrëveshje të përbashkët, një marrëveshje e cila do t'i shërbejë bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe ndërtimit të një programi dhe strategjie për edukimin dhe rritjen e nivelit të cilësisë